Këto janë shenjat e horoskopit që u bëjnë bllok ishave të tyre pa menduar gjatë. Pa një pa dy. Shenja e parë është dashi, kur një dash vendos që t'i jap lamtumirën një histori dashurie, është si një lloj shpërtimi, mendoni si një shpërtim supernova, si një përplasje yjesh, pra të bllokosh një partner, një ish partner, më saktë për një dash është si një lloj kalamajsh, si një lloj fëmijësh, është si një pastrim pranveror, kështu që do e hedh poshtë apo do e nxjerr jashtë si një pler. Ishin e vet një dash, duke i bërë vend kështu aventurës së ardhshme. Shenja e dytë është demi, me atë sjelljen paqësore të sunduar nga Afrodita, fshihet një vullnet aq i palëkundur dhe sapo një dem vendos diçka në vendje, shumë pak gjëra mund të tikojnë që t'ja kthejnë atë mendjen dhe këtë dinë që të gjithë dhe ndarjet për një dem nuk janë të çrregullta, në fakt janë si një lloj shkatërrimi i mirë planifikuar. Dhe kur bëhet fjalë për bllokimin e një ishi në rrjetet sociale, kjo bëhet me saktësi dhe me përfundim. E thash, e bëra. Për demin është shumë e rëndësishme ruajtja e qetësisë, është parësore dhe nëse kjo do të thotë që t'ju përjashtoj nga rrjetet sociale, ashtu qoftë pra. Shenja e tretë është akrepi. Normalisht, kur një marrëdhënie mbaron, akrepi nuk ka as një lloj shqetësimi që të zhytet në ato ujërat e akullta të ndarjes, të bllokosh një ish për një partner është vetëm një tjetër normale në jetën e akrepit dhe mund t'i bllokojnë ishat e tyre në mënyrë të pamëshirshme nga rrjetet sociale, nuk u plas shumë. Sepse u bën vend, si të thuash, për shërim edhe për një transformim tjetër. Dhe ujori është shenja e katërt. Ujorët në fakt janë nga ata që nuk ndalen tek ajo gjëja që ka kaluar. Nuk është se kthejnë kohën pas tek e kaluara, nuk është se mendojnë shumë për ishat e tyre dhe kur është koha për t'i dhënë fund apo për të bllokuar një ish në rrjetet sociale, ata e bëjnë më shpejt se sa, po di unë, shpejtësi e dritës apo më shpejt se sa të thuash unazi e Saturnit. Dhe për një ujor e kaluara është thjesht një trampolin drejt së ardhmes, jo një vend për të bllokuar.